është gjetur një trup pa jetë që dyshohet se i përket Eglant Koçit që u zhduk në 4 qershor. Çfarë ka ndodhur? Çfarë di ti? Po duket se për fat keq po provohet përfundimisht dyshimi i policisë dhe prokurorisë që Eglant Koçi është vrarë nga miku i tij i ngushtë Armand Shaka, i cili është në kërkim. Ditën e sotme një bari ka informuar policinë shqiptare që në lagjen Domush, në një zonë të thepisur në Cerruj, kishte parë disa sorra dhe dyshonte që mund të gjente një trup i pajet. Policia mbi bazën e këtij sinjalizimi ka ngritur edhe dronin dhe Drejtoria e Krimeve të Rënda ka zvarkuar atje. Është gjetur një trup i dekompozuar, pavarësisht se policia zyrtarisht nuk e ka deklaruar që i përket Eglant Koçit, por gjitha të dhënat, duke qenë se është i vetmi person i zhdukur gjatë ditëve të fundit, ka dyshime të forta që është pikërisht trupi i pajetit 34 vjeçarit. Megjithatë, janë thirrur familjarët dhe do të bëhet krahasimi i ADN-s mes ADN-s që do përftohet nga trupi i pajet dhe familjarëve të tij për të konfirmuar zyrtarisht, por duhet kemi parasysh që prej datës 4 qershor kur ai pra Eglant Koçi u zhduk pa gjurmë dhe deri ditën e sotme ka patur kërkime intensive nga ana e policisë së shtetit. Është shpallur në kërkim Armand Shaka dhe dyshohet që rrëmbimi dhe më pas pra mbajtja peng dhe vrasja, por edhe përpjekja për ta fshehur trupin të ketë ndodhur nga miku i tij Armand Shakaj, i cili është në kërkim, ndërkohë që është arrestuar më herët edhe kamarieri i lokalit të tij Enea Zyferi. Kjo ngjarje dyshohet të ketë ndodhur për plasjen për shkak të kriptomonedave dhe të lojrave të fatit. Megjithatë, do duhet ta konfirmojmë. Thash që është ngjarje shumë e rëndë dhe me sa duket për fat keq janë konfirmuar tashmë dyshimet që Eglant Koçi është vrarë edhe për arsye që përmenda më lart. Megjithatë, do të pritet analiza ADN-s me qëllim që të bëhet edhe identifikimi zyrtar dhe më pas trupi të dorëzohet familjarëve. Më të kaluar ne kemi pasur gjithsesi. Po, kemi trajtuar. Të momente kemi trajtuar dhe gjithsesi do bëhet ekzaminimi. Do bëhet ekzaminimi. ADN-ja do ta tregojë nesër, besoj, ka përfunduar procesi, po autori vrasjes akoma ka dhe ca lek për të harxuar. Po dyshimet për çfarë janë? Për t'i vjedhur parat digjitale, ajo nuk vrau mikun e vet për parat. Por ka dhe ca para për t'i harxuar edhe kur t'i mbarojnë, edhe ata që po e strehojnë tani do ta nxjerrin në rrugë. Tela, për të bërë si thua që një sintezë ose konkluzion të këtyre që thamë deri tani, shiko sa pak ditë më pas pak lëshoj 20 urdhra arresta, që janë, po kjo natyrë, ndryshojnë njerëzit të grupimet e tjera, por është e njëjta gjë. Dhe ndërkohë, me njëherë tani, një tjetër goditje fortë ndaj narkotrafikut. A mund ta përmbledhim tani popullata të gjitha gjërat që thanë 3 kolegët, ti ketë si të përqendruara të përmbledhura? Atë që ne kishim diskutim 3-4 vjeçare në për studio tona se ekonomia shqiptare, industria ndërtimit, po bazohet e parat e drogës dhe të pastrimit tyre, këto 2 dosje vërtetojnë që këtu është kthyer në industri. Jo, mos do zbresim pak më poshtë. Po. Se ku shkojnë këto? Do zbresim më të detajuar, Në dosjen do me thënë shumësia e këtyre. Në dosjen për cilën e po flasim. Po. Në konkluzion për këtë gjë. Po. Kemi shumë njerëz. I përmendim dhe njëherë ti përmbledhim. Po publiku këta njerëz nuk i njeh, nuk i identifikon. Dëgjon ca emra, po si ka dëgjuar kurrë, sepse zakonisht këto vite mi marrë me personazhe që kryenin vrasje, banda, grupe të armatosur që merreshin me trafik droge dhe kjo i bën të njohur si personazhe publik. Këta janë të panjohur. Për këtë arsye merr vlerë edhe hetimi i spakut në këtë rast. Ne kemi vetëm atë dosjen e sekuestrimit të pronave, nuk kemi më atë dosjen e masave të arrestit që të kuptosh më pastër fabulën. Por në rastin konkret, çfarë arrin të kuptosh? Këta 2 vëllezër italiu, njëri 50 dhe tjetri 54 vjeç, kanë themeluar një kompani në vitin 2008, e cila deri në vitin 2019 bënte një biznes me shumë të vogla parash. Po të tyshte ekstrakti i kompanisë, shikon bllokime të erëpashershme nga zyrat e përmbarimit për para të papaguara. Në vitin 2019 dhe 2020, që lidhet më pas me përgjimet e Sky ECS-s, shikon që në atë periudhë ku janë përgjimet, këta kanë trafikuar 50 ton kokainë dhe një shumë prej 30 milion eurosh ka ardhur kesh në Shqipëri.
Këto para kesh në Shqipëri, si që më parë në për filma, i futën në për fuqi, 50 litrë që t'i gropostin, dhe në për mure të veshura me karton gjes, parat fshehura. Në atë moment në Shqipëri ka filluar të investoheshin parat e trafikut të drogës të disa grupeve kriminale. Të njëjtin gjë kanë bërë edhe këta. Dhe e ka nisur me kompanin e cila kishte supermarkete që po i falimentonin dhe biznes të vogël si nën kontraktore ndërtimi. Nëse të kujtohet në ato vite ylli, pallatet pakta që ndërtoheshin në Tiranë, vetëm hekur i bliej. Ndërkohë që betoni... Tani do zbresim aty. Betoni... Po të mbetemi të konkluzion për këtë, për bandatore, shumë të prapor dhe si tu është ti grupojmë njerëz të gjitha në mënyrë që shikuesi të jetë i qartë që iku kjo 20 urdhër arresteve, erdhi një tjetër më që ka këtë si konkluzion, 1, 2, 3, 4, ti është për t'i renditur këto, çka kolegët thanë, ose në qoftë se s'ka nevojë për... Po këto janë dy grupe të thash, edhe në grupin e parë dhe në grupin e dytë, 1 ose 2 personazhe ishin të njohura në publikun, sepse botën shqiptare dalin në... Këto janë personazhe që nuk i njeh, sepse të tillë janë të padukshëm. Janë të padukshëm sepse këta bëhen të dukshëm o kur ti shohësh publikisht, o kur kryen një krim të rënd, për cilin marrin një mas arresti dhe aty bëhen personazhe publik. Njëri po pra, Shpëtim Aliu, si kreu organizatës, ne s'dinim asgjë kush është ky personazh. I dosjes parë, ai u bë publik për një sherr banal në Bregdet. Por e këtë Shpëtim Aliu në majnë tani. Po, gjithmonë media në Shqipëri ka patur interes për krimet e rënda, për vrasjet, për organizatat mafioze cilat edhe vrasjet me pagesë. Ne nuk e kemi patur në njerë fokusin se kush në të vërtet shet drogë. Po mirë, autoritetet tani e morën vesh. Pa është dosje 2021 Spaku e di. Në këtë rastin fjalë, ka një denoncim të policisë në 2021, ka qenë ajo operacioni Forca e Ligjit, që nxirrshin njerëzit, edhe dilte policia thoshte filani të tregoj pronën, i çonin letra për tregu pronën. Në atë kohë ka pasur një denoncim për këta, sepse ashtu ishte informacioni në Elbasan, që këta merreshin me trafik droge. Nga viti 2021 dhe deri në 2025 nuk ka pasur asnjë veprim për këta. Në rast se nuk do identifikojë një numër një SKCC-s dhe të vinte dosja nga Brukseli, Prokuria Shqiptare, Spaku, nuk do kishte fare dieni për ta. Ky material bërit mundur që të kuptoni se cilës ishin këta personazhe për Spakun. Qartë. Dhe kjo pastaj inicioi pjesën tjetër. Dhe një shpjegim mjaft qartë bëri Lala me që ky tani Shpëtim Aliu, kjo organizatë është kaq e fuqishme sa punon me 4 organizata tjera. Po. Që është Gjika, Dizdari, Pacani dhe Bibaj. Ne të sqarojmë vetëm një moment pa ndërprer zotin Tela. Zoti Rakipi, përgjithsisht janë ekspozuar njerëz të narkotrafikut që për shkak të përplasjeve kanë kryer krime shumë të rënda në Shqipëri.